Kolega jonë gazetare Djelza Berisha, të cilin e kemi në një lidhje të drejt për drejt. Djelza, lidhja është për juve. Ne gjendemi tek Ministria e Punëve të Brendshme këtu në kryeqytet, ku edhe është realizuar aksioni policor qysh në orët e hershme të mëngjesit me urdhër të prokurorisë themelore të Prishtinës. Dihet që deri më tani janë arrestuar 4 persona dhe aktualisht po intervistohen nga policia, mirë po ende nuk është marrë ndonjë vendim për ta se sa do të mbahen, pra do të jenë në mbajtje, dhe gjithashtu mund të konfirmojmë që 2 prej zyrtarëve janë pra zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe i takojnë departamentit të armëve. Gjithashtu edhe aksioni është zhvilluar pikërisht në departamentin e armëve, me që dyshohet pra këta zyrtarë dyshohen që kanë kryer veprën penale keqpërdorimit e tyre së tyre zyrtare, ndërsa 2 të tjerë dyshohet që janë nga një kompani private dhe të njëjtit pra kanë pranuar rishfet dhe kanë lëshuar, dyshohet që kanë lëshuar leje të armëve pra duke pranuar rishfet. Në bazë të burimeve jo zyrtare, kemi arritur të kuptojmë që bëhet fjalë për kompaninë Reload, e cila pra është shërben si poligon i qitjeve të armëve, dhe ne kemi tentuar që të kontaktojmë me ta përmes telefonatave, mirë po aktualisht deri në këto momente nuk është që kemi pranuar ndonjë përgjigje për tyre. Gjithashtu sipas burimeve jo zyrtare është bërë që aksioni po zhvillohet edhe tek ajo kompani. Përveç kësaj mund të shtojmë se ne po qëndrojmë këtu aktualisht dhe po shohim nëse do të ketë përsëri ndonjë masë tjetër operative, po ashtu mund të themi se operacione tjera po zhvillohen edhe aktualisht, mirë po do të tentojmë të sigurojmë disa informacione të tjera deri kur do të zgjasë aksioni. Le të theksohet se aksioni po zhvillohet edhe në kuadër pra të dyshimeve për keqpërdorim të detyre zyrtare, po ashtu edhe për marrje të rishfetit. Detajet tjera mund të sjellim edhe përmes kronikave të tjera dhe edicionet e tjera informative. E qartë, Djelza, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, ndërkohë që